Unë jam mbrojtësja e Diamant Gashit, që nga leximi i akuzës nga prokurori i çështjes, i njëjti akuzohet se ka kryer veprën penale dhe një ndihmë pas kryer veprës penale, për të cilën dhe ko nisëm nga fakti se klienti jem Diamant Gashi akuzohet për veprën penale dhe një ndihmës kryesve pas kryes veprës penale, sekretari i trupit gjykus Julius, që të mbrojturit tim së pakun të fazë procedurës, masa e parapërtimit, ti zëvendësohet me një masë alternative, qoftë edhe masën e arrestit shtëpiak, duke u nis nga pesha e veprës penale, dhe nga arsye tjera gjyqtar për mos me ngarku procesin për cilat është vazhdu. Edhe kjo ndryshon sipas akuzës nga të tjerë, pa dashur t'ia vej fajin e skujt. Dhe është muji 11 që kjo gjendet në masë parapërtimit. Fillimisht, deklaroj se në shtesë në tërsi deklarimin e të mbrojturit tim, lidhur me fajsin. Pa fajsin. Po të lidhur me fajsin është deklaruar i pafajshëm. Gjithashtu, me lele juj propozoj gjykatës që masën e parapërtimit ta hesni apo ta ndryshoni duke zëvendësuar me një masë tjetër alternative konformilinit 1.7.1 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 deri në 1.7 për arsye se deri në 1.7 ty kodet të procedurës penale të Republikës Kosovës. Nga se, ose për arsye se konsideroj se nga momenti i ngritjes së akuzës, e që figuron që në datën 12/01/2026, kështu sipas akuzës, të gjitha provat janë ndërzuar në gjykatë dhe se të njëjtat edhe sikur të donte klienti im nuk mund t'i ndryshoj, nuk mund t'i asgjasoj, as nuk mund të ndikoj, mos jam shpejt? As nuk mund të ndikoj në dëshmitar, sepse provat janë të siguruara dhe janë duke institucioneve përkatëse. Nga data e dorëzimit të akuzës, prokurori provat të reja, prokurori ka përfunduar e dorëzimit të akuzës, prokurori ka përfunduar me sigurimin e provave, dhe se konsiderojmë se as ikja apo shmangja e të panderit
nuk mund të ndodhë, sepse, si që dim të gjithë, tani më ekziston teknologjia, ekzistojnë sistemet, ku se cili që tenton të ikë, mund të gjendet me një periudhë relativisht të shkurtër. Sepse ekzistojnë marrëveshjet ndërmjet shteteve. Në respektim të dispozitës ligjore, të nenit 214, paragrafi 4 të KPPK-s, gjykata refuzon propozimin e avokatëve mbrojtës Femije Goshi Bykyshe dhe Musa Kongjeli që të pandemëve Erlin Murati dhe Diamond Goshi të ju ndërpret mosa e parabodimit apo të zëvendësot në një mos alternative